jam Brillant Xhika, jam area menaxher në një zonë Tiranës dhe zonën e Durrësit. Ne jemi përfaqësues të shitjes dhe si çdo fushë tjetër, kemi për detyrë që të ecim me hapat e kohës, me zhvillimet që krijon kompania, krijon tregu, krijojnë të gjithë kompetitorët bashkarisht, duke pasur parasysh këtë gjithmonë jemi në revansh ndaj kohës për të mësuar më shumë dhe për t'i dhënë vetes tonë mundësi që të marrim sa më shumë trajnime në mënyrë që t'i vendosim në praktikat tona të përditshme në botë. Për mua ishte një trajnim shumë i mirë, patëm goxha njohuri të reja në fushën e negociatave, në fushën e marrëdhënies me klientët, në fushën e kundërshtimit ose veprimeve që ne hasim në përditshmërinë tonë, duke marrë parasysh faktin që në rutinën tonë, zihemi nga rutina në mënyrë të përditshme dhe në moment që marrim trajnime të reja, në moment që marrim njohuri të reja, i vëmë në zbatim duke i dalë përpara situatave të cilat janë sfida të veçanta në përditshmëri. Biznesin që unë përfaqësoj në pikat e shitjes dhe në klientët tonë kryesor të kompanisë, nga temat që unë mora njohuri të mira dhe të konsiderueshme ishin pjesa e negociatave dhe pjesa e qasjes kundrejt këtyre bizneseve ose menaxherëve të pikave ose drejtuesve të ekipeve të tjera, duke mësuar taktika dhe teknika të ndryshme në komunikim, duke arritur që të marrim dhe të përpunojmë emocionet tona për një përgatitje dhe për një qasje ndryshe, shumë konsoliduar dhe duke rritur pritshmëritë tona në profesion kundrejt këtyre kompetitorëve dhe kompanive të tjera. Për mua çdo trajnim në çdo fushë të jetës është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm sepse zhvillohemi profesionalisht dhe si individ. Një miku do t'ia rekomandoja patjetër duke i shprehur me një thënie, domethënë të gjithë pjesën e motivimit që mund të marrin. Pyetja është bija e ignorancës, por mama e diduris.